Po. Kjo është një manipulim i babagjyshit vitit 3 si term, sepse lindin periudhën ateiste bolshevike, Po. e cila nuk ka lidhje fare me një babagjysh të vitit të ri. Tu kemi të bëjmë me Santa Claus, që është Shën Nikolla, Po. me datën 6, Po. i cili është edhe Ai që shpërndan dhuratat. që dhuratat e fëmijëve këto. Por në vendet ateiste dhe në vendet të cilat u hoq si tek ne feja, Po. u kthye që për të zëvendësuar me babagjyshin e vitit të ri. Po. Normalisht po flasim për një doktrinë 2000 vjeçare. Po, e qartë, e qartë. Dhe këtu ka të bëjë ajo që thua me gënjeshtrën, se ti po, pavarësisht se nuk është se ka ndonjë gjë të keqe që fëmia tritet me këtë simbolikën e gjërave të bukura e këto, po jo pa kuptim, se gjithçka e ka një kuptim dhe një histori. Po ti marrim anën pozitive kësaj gjës, dhe s'kemi pse doja ta ndaja. Tani ato baklavane keni taksur mendjen që ta provoni pak? Nuk kam njohur që po e shoh, po thash. Po jo, po nuk është për zbukurim ajo hahet, Klodi. Se ka ardhur nga Kosova, të ftoj ta hash pak nga firma Pasha baklava turke. Po, gëzuar dhe një vit sa më i mbar. Qofshi të ëmbël. Po, të ëmbël dhe ju, me stika ajo shijon. Mua më pëlqen shumë baklavaja me stike. Si peta i po ne pse s'ta kanë sjellë apo? Se ka sa tuar. Po se ne kemi akoma. Qofshi të buka Klodi si peta e baklavas. Jo ashtu se na shtypin. Po pra, Ornella jo një shbeti të buka. Duhet i qik. Uji, do më thënë, s'ka gjë që e shtyp, ku gjem vrim, qan, ikën, kalon, kështu që bëhu si uji tje dhe do shtyp. Bëhu si Klodi. Do më thënë, në 2026-ën, ju mendoni se Shqipëria dhe shqiptarët nuk do të gënjejnë kaq shumë, Këtë se marim do të për. Nuk do të jetë 2026-a një vit gënjeshtras. Unë mendoj se në politik do të ketë një lloj shkundje kështu të mirë, domethënë. Ka filluar shkundja. Ka filluar shkundja. Pra, gënjeshtarët do të largohen dhe do të qëndrojnë kush. Do vinë ca gënjeshtare dhe më të mëdhenj. Do vinë ca gënjeshtare dhe më të mëdhenj. Nuk janë e lodhën dhe traskapitur. Po, mendoj që për të mos e marrë vetëm në kontekst negativ që janë gënjeshtra, për ta parë në një formë tjetër, është edhe një mënyrë shumë e mirë që njerëzit në kohë të vështira si këto, të japin vetes pak energji, pak frymëzim, një dëshirë për të përmbajtur, ndoshta për të vënë aty në vit sa ëndra,